Përshëndetje miq të nderuar, sot po takojmë me testin e nivelit AD me modulin Lesen apo modulin e leximit. Ky modul do të zgjasë në përgjithësi deri në 30 minuta dhe këtu kemi ku sqarohet rreth provimit av diese Prüfungsteile hat 4 Teile. Dort kemi 4 pjesë. Sie lesen ein E-Mail, Informationen und Artikel aus der Zeitung und dem Internet. Dat thot të lexojmë një email, një informata dhe artikuj nga një gazetë dhe nga interneti. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Për çdo detyrë ka vetëm një përgjigje të saktë. Thot ishte në një përgjigje të juaja në fund tek pjesa Antwortbogen. Vazhdojmë me pjesën e parë. Teil 1. Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. Thot ju e lexoni në një gazetë këtë tekst. Pathetizieren wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. Zgjidhni thot detyrat për 1 deri në 5 me përgjigjet e sakta A, B ose C. Këtu kemi një tekst. Ich versuche immer wieder etwas Neues und gjithmonë provoj diçka të bëj të re. Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Tek Stefan Berger thot gjithmonë ka meny ka të cilat njeriu asnjëherë nuk ka dëgjuar më parë. Hat dauernd neue Ideen. Vazhdimisht ka ide të reja. Den Gästen gefällt das, klientëve ju pëlqen kjo. Man muss unbedingt vorher anrufen und einen der wenigen Tische bestellen, wenn man in seinem Restaurant prima lokal essen möchte. Më thonë duhesh me pa tjetër para se të shkosh një herë të telefonosh dhe nga tavolinet e pakta që I ka duhesh ta rezervosh një tavolinë nëse dëshiron të hash tek lokali ti prima lokal. Hat viele Gäste, will aber kein zweites Lokal aufmachen. Hat ka shumë klient, mirë po nuk ka dëshirë të hap një lokal të dytë. Klar, ich könnte vielleicht reich damit werden, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich mag es einfach, wie wir hier arbeiten. Dhe raporton thot sigurisht që ndoshta do t'isha bërë më I pasur nëse kisht hap në kuptohet lokali dytë, por thot ka vendos për të kundërtën e kësajt, sepse thot më pëlqen mua se si këtu punojmë wir. Stefan Berger wurde 1968 im Rheinland geboren, war auf der Realschule und lernt dann in einem großen Hotel kochen. Thot personi Stefan Berger, po lind në vitin 1968 në Rheinland. Thot ishte në një realschule dhe mësoi thot pastaj në një hotel të madh të gatuaj. Nach der Berufsausbildung brauchte erstmal eine 2-jährige Pause. Thot pasi mbaroi zanatin, ju shtash një herë të bëj një pauzë 2 vjetore. Fuhr durch die Welt, hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. Thot ai udhtoi rreth botës, kishte shumë punë të ndryshme dhe thot njoftoi shumë gjëra të reja dhe shumë persona të ri. Wegen einer Frau kam dann nach Bremen. Thot për shkak të një gruaje, ai erdhi përsëri në Bremen. Das Bremer Lokal in seiner Nachbarschaft suchte einen Koch. Thot lokali Brema që ishte në afërsinë e vet, thot kërkonte një kuzhinier. Berger nahm die Stelle an, planoi, Berger Trio, planoi Wenden e punës und 3 Jahre später kaufte das Restaurant de Pastre Viteve Aie Bleu të gjithë restorantin. Die meisten kennen ihn aber erst durch seine Fernsehshow Berger kocht. Thot po shumica e njohin këtë person tek programi tek showi I tij televiziv Berger kocht, Berger gatuan. In den beliebten Sendungen besuchen ihn Sänger und Schauspieler und kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte. Tek programi thot I që është beliebt, që është I dashur, thot e vizitojnë atë thot këngëtar dhe aktor dhe gatuajnë me të receptat e tyre të dëshiruara. Tash kemi këtu 5 pyetje
që kemi rreth tekstit. Digeste in Brema lokal. Thot klientat tek lokali Brema finden immer einen Tisch, gjithmonë mund të gjejnë një tavolinë të lirë, müssen anrufen, Essen bestellen, dort telefonojnë dhe të porosisin ushqimin apo sollen Plätze reservieren, apo duhet t'i rezervojnë vendat. Pas tekstit neve që i lexuam, ati na u jap se gjithmonë ata duhet ta rezervojnë një vend. Cëja është e sakta. Vazhdimtutje. Stefan Berger möchte ein neues Restaurant eröffnen, mit seinem Restaurant mehr Geld verdienen, aber nur ein Restaurant haben. Stefan Berger dëshiron që ta hap një restorant tjetër, dytë mit seinem Restaurant mehr Geld verdienen, që me restorantin e vetë fitoj më shumë para, apo ta ketë vetëm një restorant. Pas tekstit që e lexuam, ai dëshiron që ta kishte vetëm këtë restorant që e ka deri tani. Sofort nach der Ausbildung, më njëherë pas zanatit që e kriju, arbeitet in einem guten großen Hotel, punoi in një hotel të madh, kaufte ein Restaurant, më njëherë bleti restorantin, apo machte eine lange Reise, apo e bëri një udhtim të gjatë. Aty e pom në tekst se ai 2 vjet udhtoi, që është e saktë, është C-ja. Stefan Berger ist bekannt durch. Stefan Berger është i njohur përmes eine Fernsehsendung, apo Lieder und Filme, apo sein Restaurant. Neve po më njëherë sepse ai u bë i njohur pas programmit televisiv. Dieser Text informiert über den Berufsweg einer Kochs, einen Koch in einem Hotel, eine neue Berufsausbildung. Ky tekst na informon neve, me njërën është aja e sakt, na informon rreth rrugës së profesionit të një kuzhinierit. Vazhdojmë me pjesën e dytë, Teil 2. Sie lesen die Informationen in einem Kaufhaus, dort ihr lezoni informatat tek një Kaufhaus, tek një qendër tregtare. Lesen Sie die Aussagen 6 bis 10 und den Text, dort ihr lezoni thotë detyrat prej 6-90 dhe tekstin në cilën in welchem Stock gehen Sie, në cilën kat duhet të shkoni, në cilën departement duhet të shkoni ju. Finden Sie die richtige Lösungen A, B oder C, i zgjedhin pastaj përgjigjet e sakta A, B apo C. Njarta shumë se çfarë kemi në këtë qendrën tregtare, Kaufhaus Alexa, quhet kështu, shtëpia tregtare Alexa. Untergeschoss në katin e poshtëm apo në podrum, kemi Bäcker, kemi Supermarket, Putz und Waschmittel, Fotoservice, Tabak, Zeitschriften, Zeitungen, Theater und Konzertkarten, Reisebüro, Geldautomaten, Kunden-WC. Nëse kemi një fjalë të panjohshme, lëri shënoni në komente, janë të gjitha fjalët që duhet t'i dim tek niveli A2. Në Erdgeschoss apo në katin përdhes kemi informacion, uhren, Schmuck, Parfüm, Kosmetik, Schreibwaren, Glückwunschkarten, Kalender, Schultaschen, Reiseführer, Souvenirs, Schuhwerkstatt, Schlüsseldienst, Blumenladen. Im ersten Stock haben wir Damenmode, von Modern per Gram, Nachtwäsche für sie, Unterwäsche für sie, Mode für Kinder und Jugendliche, Babykleidung, Kinderwagen, Schuhe, Geschirr und Gläser, Besteck, Töpfe und Pfannen, Grills. Im zweiten Stock haben wir Herrenmoden, von Moden per Burra, Nachtwäsche für ihn, Unterwäsche für ihn, Möbel für Wohnzimmer, Baden, Küche, Teppiche, Lampen, Gardinen, Kissen, Decken, Stoff- und Dekoartikel, Handtücher. Im dritten Stock Handys, Telefon, MP3-Player, CD-Player, DVD-Player, Radios, Fernseher, Computer, Notebooks, Tablets, Software, Drucker, CDs, DVDs, Videospiele, Sportkleidung, Arbeitskleidung. Und im vierten Stock haben wir Bücher, Geschenke, Spielsachen, Freizeittaschen, Koffer, Brieftaschen, Geldbeutel, Kaffee, Frisur, Nagelstudio, Kunden, WC und Telefon.
Tash kemi pyetjet më lartë. Pyetja e 6. Sie möchten eine Freundin Rosen schenken. Thot ju dëshironi, thot që shoqës tuaj t'i dhuroni trëndafil. Mund të gjejmë tek kati i parë, kati i katërt apo tek anderen stock. Tek kati i parë dhe tek kati i katërt, shumë se çfarë kishim edhe një herë. Kemi Damenmode, Rosen, këto nuk mundem t'i gjejmë. Në katën e katërt pysha geschenke Spielkoffer. As këtu, në këtë rast, pasi nuk mundem t'i gjejmë as në katën e parë, as në katën e katërt. Atëherë gjenden në katët tjera. Përgjigja saktë tjese C. Sie möchten ihre Urlaubsbilder drucken lassen. Thot juve dëshironi, thot që fotot ose pikturat që i bët në pushime t'i printani. Ku mundem t'i gjejmë? Në katën e tretë, në Untergeschoss, në podrum apo në katët tjera. Shumë janë në katën e tretë. Handys, telefonen, betreibliga. Drucker, këtu kemi drucker, këtu mundemi t'i printojmë, kështu që përgjigja saktë më njëherë do t'jese në katën e tretë. Sie möchten einen Tee trinken gehen. Thot juve dëshironi të ikni që ta pini një çaj. Ku mundemi ta pim çajin? E shohme tek zweiten Stock, Untergeschoss apo in anderen Stock. Në katën e dytë Untergeschoss apo në anderen Stock. Sorry. Shohme në katën e dytë një herë. A mundemi të pim çaj këtu? Këtu jo. Untergeschoss. As këtu jo. Që i bjen që mundemi të pim në katët tjera çajin. Sie wollen ihre Schuhe reparieren lassen. Thot juve dëshironi që këpuste juaj t'i reparoni në katën e parë, në Erdgeschoss, katën përdhes apo në katët tjera. Në katën e parë, a mundemi t'i reparojmë? Jo. Në katën përdhes. Souvenirs. Ja, hier, Schuhwerkstatt. Kemi këtë pjesën ku mundemi të reparojmë këpucët. Tërë do t'jese në katën përdhes. Dhe pyetja e fundit, Sie suchen eine Laufhose für ihren Bruder zum Geburtstag. Kemi tek kati i tretë, në katën e dytë apo andere Stock. Shohim njëherë tek kati i tretë. Ja, në katën e tretë, pjesa për burra, kështu që përgjigja saktë është kalojmë pjesën tjetër, pjesën e tretë. Sie lesen eine E-mail, e lexojmë një e-mail, thot pastaj dhe zgjedhni detyrat prej 1 deri në 15 me përgjigje sakta A, B apo C. Liebe Sonja, dashura Sonja, ich bin jetzt schon 4 Wochen in Hamburg und bin noch dabei, mich hier einzuleben. Thot jam që 4 javë në Hamburg dhe jam duke mësuar ende të përshtatem se si të jetoj këtu. An der Universität ist vieles ganz anders organisiert als zu Hause. Thot universitet është këtë ndryshe organizuar si në shtëpi und auch
im täglichen Leben musste ich erst einmal lernen, wie einige Dinge hier gemacht werden. Thot dhe pashtu thot gjatë përditshmërisë thot në jetë është të mësoj një herë se si disa gjëra këtu duhet të bëhen. Si për shembull, zum Beispiel, wie ich ein Zimmer finde und wo ich was einkaufen kann. Se si mundem ta gjej këtu një dhomë dhe ku mundem të blej. In der ersten Woche habe ein paar Studenten eine Willkommensführung für uns ausländische Studierende gemacht. Thot në javët e para, thot disa student e kanë bërë një prezantim mirësjellje për neve studentëve që vim jashtë vendit. Sie haben uns die Uni gezeigt, die Bibliothek, die Cafeteria und die Multimedia-Räume. Ata na kanë në universitetin e kanë shfaqur se bibliotekën se si duket, kafeterin dhe pjesët ato hapësirat multimediale. Hamburg habe ich dann alleine mit dem Stadtplan kennengelernt. Das Hamburgës si qytet tot pastaj tot e kam njoftu, e kam zbulu vet me një Stadtplan, me një hartë qytetit. Ich wohne mit 3 anderen Studenten aus Italien, Japan und Mexiko zusammen. Dort jetoj me 3 studentë tjerë që vinë nga Italia, Japonia dhe Meksika. Immer freitags kocht einer von uns etwas aus seinem Land und wir essen zusammen, obwohl wir nur eine winzig kleine Küche haben. Thot gjithmonë të premteve gatuan njëri prej neve, diçka nga shteti I vet, një ushqim dhe wir essen zusammen dhe pastaj hajmë së bashku. Thot edhe pse thot neve kemi një kuzhinë winzig kleine, do më thonë tepër të vogël. Ich finde das super, du weißt ja wie gerne ich koche. Thot mua kjo më duket super, thot ti e din se sa me qef gatuaj unë. Wir sprechen in der Wohnung nicht nur Deutsch, sondern oft auch Englisch miteinander. Thot ne flasim në banesë jo vetëm gjermanisht, po ndonjëherë flasim edhe Englisch mit njëri tjetrin. Manchmal ist das einfacher, aber mich stört das ein bisschen. Donjëherë thot është shumë më lehtë, por kjo më pengon pakës. Ich möchte dieses Jahr möglichst viel Deutsch lernen. Thot këtë vit unë dëshiroj që sa më shumë që tjetë e mundshme të mësoj gjermanisht. Und weißt du, dass mir am meisten Spaß macht? Thot e din thot se çka më bën më shumë ti mua dëshirë der Literaturkurs, thot Ort e letërsisë. Der Dozent Herrn Hahn, thot Pädagogo Sotri Hahn, ist ein total witziger Typ, është një person shumë gazmor, qesharak, den müsstest du mal erleben, thot duhesh ta përjetosh njerë se si është momentet me atë. Ich freue mich auf deinen Besuch im März, thot më bëhet qifi ose më sepres vizitën tënde në muajin mars. Dann zeige ich dir die Stadt und an einem Nachmittag fahren wir an die Ostsee. Thot pastaj do të shfaqet, do të tregoj qytetin dhe me një pas dite do të udhtojmë neve për tek deti lindor. Das ist total schön, thot aty është shumë bukur. Du kannst dann bei Mario schlafen, thot mundesh të flesh tek Mario. Das ist der Italiener, der neben mir wohnt. Er ist ein Italiener, cili banon over mee. Ist einverstanden, denn fährt in den Ferien nach Hause nach Genua. Thot ai thot është e mirë kuptueshëm, kemi rënë dakord sepse ai do të udhtojë për pushimin tek në shtëpi, po në Genua dhe ti mundesh të flesh tek ai. Shaj mir bald, thot më shëno së shpejti bis tani Gülcan. Do më thonë emailin e dërgon Gülcan, I drejtohet Sonjës. Këtu I kemi tash pyetjet prej 11 deri në numrin 15. Gülcan sagt über ihr Leben in Hamburg, dass Gülcan thot ose të sqaron rreth jetës së tij në Hamburg që das Studium wie in ihrem Heimatland ist, që studimet janë sikur në vendin e lingjës së tij, im Alltag einiges wie zu Hause ist. Thot përditshmëria është e njëjtë, einiges është qysh sikur tek shtëpia. Im Moment vieles neu für sie ist. Për momentin është çdo gjë shumë e re për të neve, po
tek e-mailet që lexojmë se për momentin aty duket gjithçka eri. Die Studentengruppen hat, thot e grupa e studentore, thot çka kanë bë. Hat den Neuen die Hochschule gezahlt, më thonë kanë shfaqë të rinjve shkollën e lartë. Für neue Studenten eine Stadtführung gemacht, apo e kanë për studentat një vizitë rreth qytetit, apo Gülcan anderen ausländische Studenten vorgestellt, apo Gülcani ju kanë prezentuar student të tjerë. Neve mbas tekstit e pam se ju ka shfaqë një herë ose ajo pjesë shkolla e lartë apo universiteti, ju shfaq ditët e para biblioteka, kafeteria dhe ato dhomat multimediale. In der Wohnung ne Banes kochen alle zusammen, kocht Gülcan immer für alle, kocht jeder einmal für die anderen. Në banesë ose në apartament gatuan të gjithë së bashku, gatuan Gülcani gjithmonë për të tjerët, apo gatuan çdo njëri një herë për të tjerët. Neve këtu e pam se një herë ditën e premte gatuan njëri prej kuzhinës së shtetit të vet, prej nga vjen për të tjerët. Gülcan ist es wichtig. Për Gülcanin është shumë e rëndësishme auch Englisch zu üben, gjithashtu të përmirësoj të ushtroj anglishtën, Deutsch zu sprechen, të flas gjermanisht, apo han kennenzulernen. E pa mati separat, për Gülcanin ishte shumë e rëndësishme që të flas gjermanisht. Im März besuchen sie Mario zu Hause. Në muajin mars vizitojnë Marion në shtëpi. Machen Sonja und Gülcan Urlaub am Meer të bojnë. Sonja dhe Gülcani një pushim në ditë, apo i banatës Sonja në Mario Zimmer. Mario do të shkojë në Itali, ndërsa Sonja do të kaloj natën tek dhoma e Marios. Dhe pjesa e 4 dhe pjesa e fundit njëkohësisht 6 personen suchen im Internet nach Lokalen. 6 persona kërkojnë në internet për lokalet që I përshtaten më së shumti atyre. Lesen Sie die Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeigen A bis F. Të lexoni thot detyrat prej 16 deri në numrin 20 dhe shpalljet prej A deri në F. Welche Anzeige passt zu welchen Person, thot cila shpallje shkon me më së shumti, domethënë me cilën person. Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung, markieren Sie so ein X, also për një detyrë nuk ka zgjidhje, nuk ka asnjë lokal që I përshtatet, kështu që për atë do ta klikojmë ose do ta zgjidhemi X-in. Këtu I kemi detyrat prej 16 deri në 20, ndërsa në fund këtu I kemi lokalet. A-ja kemi selbstgemachte Torten, Kuchen, italienisches Eis, große Sonnenterrasse mit Spielplatz, alles auch zum Mitnehmen. Täglich außer montags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Biergarten 7. Kemi B-jen, egal wo Sie feiern wollen, wir liefern für Ihre Hochzeit oder andere private Feiern bestes Essen, zum Beispiel Hochzeitsmenü ab 30 € pro Person, bayerisches Buffet 20,50 € pro Person. Wir bieten außerdem Tische und Stühle, Dekoration, Servicepersonal und Kinderbetreuung an. Internationale Spezialitäten, beste Weine, jetzt neu, jeden Tag anderes, 3-Gänge-Menü mit Getränk ab 20 € pro Person, im Sommer auch in unserem ruhigen Garten. Sie finden uns direkt hinter dem Rathaus, schöner Raum für kleine Feiern. Do lexojmë den për arsye se është vetëm se e kryer, do të vazhdojmë direkt te E-ja. Spiel, Spaß bei Tovabu. Auf über 2500 Quadratmeter, auch bei schlechtem Wetter spielen und toben. Tolle Geburtstagspartys mit super Programm, Getränk inklusive, täglich 10 bis 20 Uhr. Auch in den Sommerferien geöffnet. Und befindet das Ausflugsrestaurant im Teufelsmoor. Mit dem Bus nur 20 Minuten zum Zentrum.
norddeutsche Küche mit Terrasse, direkt am See. Sie suchen einen Ort für ihr Familiendienst, ihre Hochzeit, ihre Firmenfeier. Sprechen Sie uns an. Unsere Räume bieten Platz für 150 personen. Tash kalem tek detyrat. Detyra numër 16 thot Sarah heiratet bald und möchte mit vielen Gästen in einem Lokal feiern. Thot Sara do të martohet së shpejti, thot dhe dëshiron që me shumë mysafir të festojnë në një lokal. Do shta dhe FP-ja në ngel efe edhe pasi tash e lexuam të tjese përgjigje e sakt pse Ausflugsrestaurant im Teufelsmoor mit dem Bus nur 20 Minuten zum Zentrum, norddeutsche Küche mit Terrasse direkt am See. Sie suchen einen Ort, kërkoni një vend für ihr Familienfest, për festën tuaj familjare, si për shembull darsmën tuaj ose festat familjare. Thot flisni me ne sepse neve ja ofrojmë për 150 persona. Do me thonën Sara detyra e 16 do t'jese F. Petra will mit Geschäftspartnern in der Stadt essen gehen und über die Arbeit sprechen. Thot Petra dëshiron që me partnerët e saj të biznesit të shkojnë në qytet për të treguar und über die Arbeit sprechen dhe të flas rreth punës. Ku do të ketë mundësi më së miri këtu, do të ketë tek C-ja. Internationale Spezialitäten, beste Weine. Jetzt neu jeden Tag anderes 3-Gänge-Menü mit Getränk ab 20 € pro Person. Im Sommer auch in unserem ruhigen Garten. Schöner Raum für kleine Feiern. Kemi Spezialität Internationale. Vera të mira. Çdo ditë do të kemi domethënë menu të 3 llojshme me pije nga 20 € për person. Me fol për bizneset. Këtu të qese së. Schöner Raum für kleine Feiern. Sie finden uns im Sommer auch in unserem ruhigen Garten. Këtu mund me fol qit rreth punës. Jens feiert seinen Geburtstag zu Hause und möchte guten Wein anbieten. Thot Jens feston thot të linjën e vet në shtëpi dhe dëshiron të ofroj verë të mirë. Me gjitha këta që I kemi lexuar për 18 që nuk kemi asnjë vend adekuat, këtu do të qese X. Fan. Carsten lädt am Abend Gäste zu sich nach Hause ein, möchte aber nicht kochen. Thot Carsten do të ftoj në mbrëmje mysafir tek shtëpia e saj, mirë po thot nuk dëshiron që të gatuaj. Me thonë kjo ishte kryer. Në kanë ngel tash A, P dhe I. Nuk dëshiron të fton të ftuan mirë, po nuk dëshiron të gatuaj. Okay. Egal wo Sie feiern wollen, wir liefern für Ihre Hochzeit oder andere private Feiern bestes Essen, zum Beispiel Hochzeitsmenü. Më thonë, nuk ka lidhje se ku gjendesh neve do të qenë via liefern. Më thonë, na I dërgojnë ushqimet tek shtëpitë tona. Më thonën e 19 do të qese P dhe 20.
Gabriele und ihre Tochter feiern Kindergeburtstag und möchten Kuchen essen gehen. Wat Gabriela, ze wijze sai tot festoin. Dit linjen informiert. Dat is een dat je de schwinter gaan toort. We bij është kryme, kështu që në kanë gjel A apo E. Selbstgemachte Torten, Kuchen und italienisches Eis, große Sonnenterrassen mit Spielplatz. Ja, alles auch mitnehmen. Okay. Muss ich dort noch verstaan dat je is aan getrast. Така што përfundon pjesa e modulit, pjesa e 4 e modulit lezën, modulit të leximit. Shpresoj që keni ngel të kënaqur me neve për çdo lavdat apo kritik. Ju lutem që të na shënoni në komentet tona dhe për video të tilla mos harroni që të abonoheni me ne.